Mbritur urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Bashkim. Po. Desha me bëj pyetje. Po. Këto shtetarët që kemi zgjedhur, i kemi dhënë votat neve. Çfarë na kanë neve si popull ato? Kundërshtara, luftara, armiqa, nuk e di. Pra pse nuk e dëgjojnë këshilltarët tani? Po. Po fare që ti prishe shtëpinë tjerëve, unë nuk kam lidhje me punën e shtëpiave. Po ti thu tjetrit, dil ti na kaq lekë dhe dil nga shtëpia kështu në mënyrë arbitrare, jo të majmë të mirë nga ana psikologjike njërë tjetër se shtëpia është jeta. Që do të shkosh, do thush po iki shtëpi. Ju thatë këshilltarët, po këto vendime nuk i kanë marrë këshilltarët. Çdo që ti marri. Atëre, po, që të adresojmë tamam se ku duhet kërkuar e drejta, po. Po ku duhet kërku, po si kërkoj, po ato, a menojmë për këtë popull? Qartë. Vinë për tashi, me mrekina tona, ato marrin aq fitime, që ke nafta, benzina, ato taksat, ke gjitha, nuk të lejnë vend me përku. Ku ka gjetë bashkia vend, privatizo bashkia. Po pritë vlasti e mërti që të fitoj, ja jetë një privati dhe i ndaj lekët gjysë për gjysë pastaj. Kjo është vjellje. Hap hapësira dhe për... Pra duhet hapër hapësira për parkimin në qytetet tonë, thonë ju, dhe më konkretisht në qytetin e Durrësit në mos gaboj, apo jo? Po, pikërisht për qytetin e Durrësit. Jam tuk e Volga, bon si kur e bon Lulishte aty, vetëm një rrugë është bo. Ajo t'ishe bo parkim, do t'kishe marrë urimet e gjithë njerëzve që kanë makinë, se s'ka shtëpi pa makinë sot. Qartë. Se duhet pagush, të lëvizësh 5-6 herë gjatë ditës me shku, me marru punë me makinë, sepse shko nga Volga, shko në plazh, shko ande, shko këte, duhet pagosh të mëjtë 50.000 lekë parkingje. Se qa u bëgë shu? Qartë. Po mendoj këto për këtë popull, apo s'mendoj, dhe pastaj ja ka fajnë populli. Po jo mëse kemi vanë kriminella në aty, nuk kemi vanë njerëz tamam, hajdu. Kur marrim vendime dhe kur kryejmë në detyrat, duhet të kemi parasysh interesat e qytetarëve, dhe të parë, po ta themi në mënyrë të përmbledhur. As këshilltarët, me popull të thjesht atje, merja 20-30 veta nga populli aty, edhe japin dhe ato mendimet e veta. Unë ju falenderoj që sjellni mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Jemi në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam qytetar e të duhet në mos në Një minut, qartësoni pak zërin tuaj se nuk po ju dëgjoj mirë dhe nuk po kuptoj asgjë. Qartësoni pak zërin, mbani pak mirë telefonin dhe cili është problemi që doni të thoni publikut sot? Problemi është që unë kam problem solidarite pa. Po? Si qytetar. Të thoni opinionin tuaj, mendimin tuaj, po. $150 miliardë. Wallahi se diçka të një gjithë kaza që bënde matematik me shkunë të e i gjithë e një dhe të gojë me dhina voce se ti e kërcenon dhe shkëllëgjeni dhe që i isha ato. Do me thënë e vrana ato. Pa, fletë të koni gala i të e të ramës, të i isha. Pa ata tre katë të e që po bëjë që i korruptojnë këmë $miliarda që ka vjedhur. E që të sen të tjera. Nuk ka problem shaliu njëjtin. Se shky që më vjen fund, në më bashkëpinë më për më duqet të pramu. Dhe të zhjojnë pa usit më ngrekogën për. Se eti në një vot, votoj dashamin tjezi tjera. Që është presidios, ekspert për punë qëtërore. Dhe i shkolluar dhe intelektuale të gjitha. Ose Lapaj, ose Shabani, ose ata Gjoshen. Po shkyet dhe pësës në salivejse që pop më putet mu. Po të të është majtë të titi, karjeti kërës, Josef Ushetu. Qartë edhe mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Jemi në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve, ku ju vetë përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Mirëmëngjes, zoti. Mirëmëngjes edhe një herë, urdhroni. Zoti Bashkim. Po? I ato protestën brenda. Po, sigurisht që e ndoqa dhe unë. Pe ata miliarderët, si brevin a i zotria, që ka Diego ka vara Shqipërinë, 35 vjetë, e pesi brev, vërdal, 80 vjeç,
Çfarë po bën ky spaku më zotri? Miliardeti për makinat atyre luksoze ju vjen keq për popullin atë. Kanë dalë për popullin, ha. E peço bën policat. Policat i mbojnë ata që këta vend bredhin edhe anë dreka luksoze bredhin policat. Policat përballen me rëshqisinë e madhe aty, po. Përballen me flakët e me flakadanët. Këta i peça bën. Çfarë faj ka ajo kryeministria më zotri? Çfarë ka ajo i socioni më? Çfarë duan këta? Duan të bëjnë edhe shtatën prapë, do ky zotria. Ky e di ky ka mbushur me gjak ky zotria, ky nuk shpëton dot ky më zotri. Po spaku të veprojë më njëherë se sa nuk e zon ti zoti bashkim. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju në nënvizimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti bashkim. Mirëmëngjes. Ja dy fjalë sa për protestën. Po, si u duk protesta mbrëm? Protesta duket që nga kreu i kësaj partije që është krye kriminal, se me gjak ka ardhur në pushtet, me gjak e ka vazhduar gjithë pushtetin, edhe me gjak do ta lëshoj pushtetin, po duhet të ngrihen disa që ta marrin se vërhoqen e tërhoqen për së vdekur i gjallë, ta tërheqin për së gjalli zvarë Sali Berishën për Tiranë. Ta është turp që të vrasesh politet të thotë janë bandë kriminale. Nuk është njeri të mërbur, kjo është e ka kalu verit e Hitlerit për vrasjet e për gjatë derdhet e gjithë moskallikit që ka pasi veni. Faleminderit. Qartë edhe mendimin juaj, vazhdojmë të presim të telefonatat e tjera, kemi edhe disa minuta në dispozicion. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Vetëm uli zërin e televizorit që keni pranë që t'ju dëgjojmë mirë. Po. Dëgjo. Urdhroni. A ju kujtohet këtyre 21 janari si u sulën policëve me hunje, me drunje, me skopinje, me flake, me zjarre, me tera. Që këta që dalin la posin, këta pato në ziste, fejku të po e rjetin të popull të gjallë. Po pse, më fal, ju mendoni që ishte mirë edhe 21 janar edhe dje që goditën policët? More mua që ditën me këta që ju vjen keq për policat. Ata policat katranazhisti që nuk bëjnë detyrën e policit, po vetëm shajnë, ofendojnë. Çfarë bëri deputeti atje që ju futën me drute, me gase, me tëra? Çfarë bëri? Qartë. Çfarë krasime bëjnë këta fashista që dalin flasin atje? A shikojnë ku është ekonomia? A ka në ekonomi në shtëpi ata apo jo? Qartë, po dhuna nga të gjitha palët besoj është e papranueshme apo jo? E papranueshme është dhuna, e papranueshme. Po kur një shtet nuk dëgjon, nuk shikon, nuk bën votime të lira, nuk e zaton se zotëri, dëgjoj, ti jeton këtu dhe unë jetoj këtu. Po. A mund të bëhet krahasime me Konën me Rozhës, bota dhe me keq? Nga patronazisë, nga ore në çdo be shtëpi, nga një shtëpi, unë nga një qendër prapa aty. Si mund të ky shtet kështu me këto vjedhje, me këto gabitje, me këto poshtësira që ka bërë? Do ti je dakord me këtë? Shteti është normal kur e pranon që zëvendës kryeministri ose kryeministri tjetër me radhë të rajdut të rasu dhe një dorëqen. Dhe do t'i në dhira, leta fitoj prapë. Leta fitoj prapë. Qartë edhe me ndimi juaj, vazhdojmë shfrytëzojmë dhe 2 minutat e fundit që kemi. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Unë jam nga Droboja. Po. Jam edhe antar i kryesisë pajtimit gjaqe të Shqipërisë. Po, mision fisnik, po. Jam shumë i shqetësuar për këtë situatë që ka kobi shqiptar. Po, urdhroni, flisni. Unë flas për rastin që kena pa tonë populli mram. Po. Nuk bëhet për me marë pushtetin me dhunë, pse me pas populli shqiptar kontradikt antagoniste për pushtet. Kjo nuk është demokraci. Këta njerëz të shemin edhe remin demokratik si është remi bekuar, po ta mjekun sikur e don remi demokratik. Ky pushtet është fituar me votë,
Ky Sali Berisha duhet më shpall 9 grada dhe nga populli shqiptar, jo nga Amerika, po dhe nga populli shqiptar duhet me kanë 9 grada. Sepse e pa mram sulmin si e bën ndaj policisë, ndaj njerëzve si ruajnë remin, ruajnë popullin, kjo nuk durohet më. Unë mendoj si të bashkohen njerëzit e zgjuar të kombi shqiptar dhe ta dajnë shapkën nga zinxhiri. Si e gjykoni, me qeni merreni me pajtimin e gjaqeve, është shanse që të normalizohet kjo situatë me kaq distancë të madhe midis palëve? Unë e shoh sikur të vinë njerëzit e zgjuar një studia, edhe ta diskutojmë problemin ku është e zezë, ku është e bardhë, ku është e drejta e popullit, populli nuk ka fej. Po i shkatroni institucionet, po i vriten njerëzit, kjo ishte shansi edhe njerëzit me vdek nga benzina, nga brevat si i organizën Sali Berisha me ahedh, djemve tanë si ruajnë remin, ruajnë qetësinë. Kur më rahat populli nuk ka qenë se sot. Edhe po ta shofsh me pensionet i marrin në kohë, rrogat në kohë, gjithë shka në kohë, remi publik është i mirë, ma mirë se kur, po kjo kontradit antagoniste Sali Berisha për me ardhë në pushtet, duhet me ullë njerëzit me ullë kam kryqë dhe me diskutua këtë problem. Pra kërkohet urtësi dhe mençuri, thoni jo. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj, ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme dhe këtu përfundojmë dhe emisionin për sot. Bashkë do takojmë sërish nesër. Miropafshim.